gara e madhe. Test 1, 2, 3, të nga tjeta, adhurues të sportit, jemi drejt për drejt nga kupa vjetore e garës së Shkëtirës. Ekipet punuan që gjithë vitit për këtë ditë të veçantë. Së fundi mund të shojnë testimin e aftësive kriose dhe zgjidhjen e problemeve. A do të mundsoj inovacioni kalimin e rrës së pakalueshme të Shkëtirës? Për qaste njerëz të gjithë do ta dinë përgjigjen. Të gjithë në përmende, për 5, 4, 3, 2... Jo! Dal! Ha? Ky nuk ishte gjitja për start! Duket se është koha për start. Lejmi keq fasa! Starti pasak! Nesuni! Me siguri do të fitojmë. Askush nuk është as hapa nesh. Vetëm sigurohet që të mësosh të ketë ftesa të mprehta. Sigurohet që të më paralajmërosh për ftesa të mprehta. Çfarë më the? Vetëm shikoja hartën, kujdes të ftesa. Më paralajmëroj që të kem kohë të kthej. E qartë, në rregull. Mendoj se vjen kthes majtas. Çka? Ka një kthes majtas. Ide! Një kthes në të majt po vjen. Kjo sigurisht që do të them. Çfarë ta gjetje? Ekipi që ishte favorit për të fituar garën nuk është më në garë njerëz. Pamja ju le pa frymë sportdashës dhe tani është koha për një pushim komercial, I cili edhe një herë vjen në momentin më të keq të mundshëm. Ishte një kohë kur kam përdorur shampon më të zakonshëm dhe si rezultat nuk kisha pothuajse asnjë qime në kokë. Se çfarë mban? Po, jam e sigurt se është ski. Punon shumë? A nuk duhet të punosh shumë dhe të pushosh? Thua se nuk gjen kohë për të pushuar? Dhe kjo nuk është e gjitha. Nëse e blini këtë ski tani do të merrni të dytën falas. Çfarë fati? Me sa duket skiet e mia kanë një ngjyrë të ndryshme. Kjo tani ka ndryshuar. Kokën e kam mbushur me flokë të bukura të dendur. Ti ke shije për gjërat e bukura në jetë, është koha të ndjehesh si në pushime. Me turshi cilësore nga beri. Unë ju garantoj një përvojë të shkëlqyeshme. E di, mua nuk më pëlqen as pak. Pra çfarë nëse kemi makinë garazh më të ngadalt? Por ne gjithashtu kemi makinë garazh më të sigurt, për të mos përmendur që ajo është më e rehatshme. Madje mund të shikojmë para të qetë. Dhe shkëlqyra duket mjaft e bukur sot. Ndoshta duhet të ngasim edhe më ngadalë se kaq. Pse të nxitojmë? Ne nuk kemi asnjë shans që të fitojmë garën gjithsesi. Është vërtet, por nuk do të ishte mirë që t'i lëm të tjerë të na prisin gjatë për ne në vjen e finishit apo jo? Çfarë ju ka ndodhur ju të dyve? Nuk ju kuptoj. Pse mos vini me ne? Dhe rufasa të sportit Gjërat bëhen shumë emocionuese sepse makinat janë cep më cep Favoritët nuk janë më në garë dhe është qartë se një rrej i tyre do ta fitoj këtë kup Por kush saksisht dhe rrimë tani asgjë nuk është e qartë Për kafshimin e fletëve, ata po na te I kaloj Duket se është koha për një transformim Shikoni këtë, tani ecën përpara ekipi që është përkushtuar Kim Tardis në zgjidhje së problemeve. Po e ndërpresim këtë transmetim për shkak të problemeve të paparashikuara teknike. Oj, të më këtë u parës
Sa po e fituam garën. La 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 la. La 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 la. Kjo është fundi. Ja ku jemi. Supozoj se nuk duhet t'i fajsim ata që nuk na kam pritur. Po, mritëm të sigurt, por gjithashtu ishim shumë të ngadalshëm. Kjo është kupa! Nuk mund të besoj që Është vërtet, fituam. të thashë që do ta fitojmë. Fituam, nuk më besohet që fituam. Doja! Duhet të jetë mirë të ishte fituar. Të paktën u argëtuam. Oh, E janë i gahues, mbani ritmin. Ju kanë betur vetëm 50 kilometra. Janë as 10 orë deri në Shumë e lehtë. Jeta është e bukur.